Nuk e di pse këta dy mu do si ti mali Malkulinën. Edhe këforum paska edhe këtu ka shumë mundësi që numrat I kam më mirë sa atje. Faleminderit për këtë kompliment. Nështë ati shakol pak ma I trash si bufin kështë Ministrë të Kulturës, apo? Të dashur bashkëdhëtar, faleminderit shumë për këtë mundësi që të qeshnim bashkë. Por sa hyra këtu, një bashkëdhëtar më tha, kur mrive ka që shpejt. Në fakt nuk ka qenë vështirë, për shkak se më shumë ka fluturime prej Prishtinës për Zvicër, sa autobusa për Prizren Gjakov e Pejtë. Dhe natyrisht pasioni, dëshira, vullnetja në gjërat kryesore në jetë dhe kur ato nuk mungojnë për të takuar me juve, gjithçka duket shumë më kollaj se sa që mendohet. Unë dua t'ju falenderoj të gjithë juve secilën e secilin për rolin e kontributin, punën e angazhimin që bëni edhe për Zvicër, edhe për Kosovë. Ata të cilët thonë se dyqysh mërgata jonë, diaspora jonë, as atje as këtu, në fakt, jeni edhe atje edhe këtu. Unë besoj që qenët njërzore nuk jem të marume për me jetu veç në një vend, as për me folë veç një gjuhë, gjuhën amtare.